vetëm njerëzit e varfër kanë këto mendimin tat. Produktet kozmetike nuk të zbukurojnë. Atëherë, të përdorësh produkte kozmetike nuk zbukurojnë se hunda ajo hunda është, kupton se s'ka çfarë më bë, nuk e zvoglon dot hundën. As ngjyrën e syve nuk e ndryshon produkti kozmetik, as formën e vetullave, po shkove me i heqe, me i bën tatuazhe, ku diun çfarë i bëjnë. Produktet kozmetike, do të thonë kremrat, thjesht, atë fytyrën që mund ta kesh me puqra, heq puqrat. Atë fytyrën që e ke të kuqe, nga thatësia, ta bën nuk ta heq ato pjesën e kuqe, ta bën fytyrën të lëmuar, ta bën fytyrën të butë, e tjerë. Flokët, kur i ke tashpër, produkti kozmetik ta zbut flokun, e kupton? Ajo trupi pasi të lahet, prodhon djers, edhe antidjersa të largon erën e djersës dhe mos prodhohet shumë djers. Se kanë bërë këtë, nuk i ka shpi këtë të produktet marr. Se po të ishte ashtu, s'do kishin djerë fare produkte kozmetike në treg. Dhe ajo rroba, kur e lan me atë detergjentin, i hedh edhe aromë, po prap do edhe parfumin që të vjen edhe pak më e mirë, e kupton? Normalisht që produktet kozmetike, të me thonë, të mirëmbajnë. Produktet kozmetike të mirëmbajnë, nuk të ndryshojnë. Operacionet plastike, pastaj të kalojnë nga burr, nga majmun të kalojnë njeri, nga burr në gru. Po, dakord, për ato jam edhe unë. Po unë s'po flas për ndërhyrje plastike. Unë po flas për mirëmbajtje të vetes. Se nuk është njësoj si mi pas vetullat si Skënder Gjinushi, nuk është njësoj si me shku me i pastru. A kupton? Me i pastru në estetik, nuk është njësoj. Pra nuk është njësoj si një fytyrë me pushra, si një fytyrë pa pushra, si një fytyrë ashpër, si një fytyrë e butë, si një flok i kurum dhe jo i ashpër, dhe si një flok i ashpër, si një robë që është me e pushalitme dhe një robë e pa pushalitme, si një kpus me erkombe, si një kpus pa erkombe, si një trup që vjen era djers, si një trup që s'vjen era djers. Prandaj, mos e ngushëlloni veten, mund vjen keq. I keni ekonominë të rëndë, por ekonominë që të mos jeni në këtë gjendje këtu, duhet luftoni të punoni, ta kërkoni lekun ku të jetë dhe ta nxirrni që t'i keni këto produktet. Leni ato të angërlliket, jo por origjinale do jetë, po fytyra nuk është njësoj sikur është origjinale, se për shembull ti e marr fytyrën me krem, pastaj e heq dhe mashkulli do origjinale, se është e kurum, është e lëmuar ajo fytyra kur heq kremin, a kupton? Është e lëmuar, është e butë, ai floku është i butë kur është i lar, i krehur, i stiluar dhe nuk është e njëjta gjë. Kështu që dakord, unë nuk po them që të vesh 5 kg llaç fytyrë, po të vesh kremin dhe produkte kozmetike shumë të thjeshta, natyrale, është gjë tjetër dhe të vesh llaç është gjë tjetër. Kështu që mirëmbajtja nuk do të thotë që të zbukuron. Mirëmbajtja thjesht të mirëmban, thjesht është mirëmbajtje, kaq. Nuk kam thënë unë gjë që produkti kozmetik të zbukuron? Jo. Operacionet plastike të kthejnë nga majmun njeri. Se këto femrat për shembull që janë bën operacione plastike, mi kthejnë gjë pra fabrike këto, për shembull, edhe majmuni ja kalon për pamje. Kurse unë gjë një fabrike jam, ma kupton, s'kam bën ndonjë operacion. Kështu që shkoni punoni, dilni punoni, mos e ngushëlloni veten me teorirat. Këto janë teorirat e njerëzve të varfër, që ngushëllojnë veten e tyre që nuk zbukurojnë produktet kozmetike. Qiqran hell, nuk zbukurojnë për të mirëmbajnë. Shko krahasoje fytyrën e një femre që përdor krema me fytyrën e një femre që s'përdor krema, a mos do me ta krahasojmë, dhe t'i bëjmë diferencën, ç'a ndryshimi ka.